këtë edicion do të ndiqni. Një përleshje ndodhur në Gjakov rezulton me lëndimin e disa personave. 2 prej tyre dërgohen për trajtim në qendrën klinike universitare të Kosovës. Në 100 vjetorin e lindjes së Bajram Curit, organizata veteranëve të luftës antifashiste nacional çlirimtare vendos kurora lulesh te busti i heroit. Besimtarët musliman nesër festojnë Fitr Bajramin, namazi i Bajramit falet në orat 6:59 minuta. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. 6 persona janë arrestuar pasi u përfshin në një përleshje fizike në rrugën Gaspër Karaçi në Gjakov. Si pasojë e kësaj përleshjeje, 2 persona janë lënduar rënd, të cilat janë dërguar për trajtim në qendrën klinike universitare të Kosovës. 5 persona janë lënduar sot në orët e para të mëngjesit në një lokal në rrugën Gaspër Karaçi në Gjakov. Të lënduarit kanë marrë trajtim në emergjencën e spitalit Isa Grezda. Specialisti e emergjencës Dr. Gjo Komani tha se 2 prej tyre janë dërguar në qendrën klinike universitare të Kosovës për trajtim të metutjeshëm. Pra pas orës 1 mes natës, do me thonë jam ftuar si mjek i gatishmërisë për një rast rrahje si duket, dhe jem detyruar mi transportu për Prishtinë 2 raste për shkak lëndime më të rënda. Në kacafytje në përfshirë 5 vetë, do me thonë, 3 në liru, kurse 2 në shku për Prishtinë për trajtim me të profilizuar specialistik. Sipas doktor Komanit, 2 të lënduarit që janë dërguar në QKUK kanë marrë lëndime me mjetet të prehta. Lëndimet kanë qenë në regionin e Kokës, njëri ka pas në Qafë, në anën e Majt, edhe është dëshu që është ataku një arterje shumë e rëndësishme dhe që mund të sjellë rrezik, arterja karotis, edhe është bërë transportimi, gjendja ka qenë stabile, e mbikëqyrur dhe trajtuar mirë këtu. Lëndimet janë nga mjetet e prehta. Nga mjetet e prehta. Mund të jetë thika, mjetet e prehta, i konsiderojmë ne se mjetet e prehta, mund të jetë edhe thikë. Rastin e ka konfirmuar dhe Drejtoria Rajonale e Policisë në Gjakov në një përgjigje me shkrim ku thuhet se janë arrestuar 6 persona. 6 persona janë arrestuar pasi u përfshin në një përleshje fizike në një lokal në rrugën Gaspër Karaçi në Gjakov, rreth orës 1 të mëngjesit. Si pasojë, 2 persona kanë pësuar lëndime trupore, të cilat dyshohet janë shkaktuar nga një mjet impret. Të lënduarit janë dërguar për trajtim mjekësor. Gjatë kontrollit është gjetur dhe sekuestruar një thikë, e cila dyshohet se është përdorur gjatë incidentit. Me vendim të prokurorit të shtetit, të gjithë të dyshuarit janë ndaluar në mbajtje, si dhe është iniciuar rast vrasje në tentativë. Gjatë 24 orëve të fundit në komunën e Gjakovës ka ndodhur edhe një konflikt tjetër në të cilin kanë pësuar lëndime me mjetet e prehta thikë. Në 100 vjetorin e vdekjes së heroit Bajram Curi, antarë të organizatës së veteranëve të luftës antifashiste nacional çlirimtare kanë vendosur kurora me lule në bustin e heroit. E pranishme ishte edhe mbesa e heroit, të cilës ju nda mirënjohje për kontributin e Bajram Curit dhe vlerat e tij atletare. Në nderim të përvjetorit të Bajram Curit, organizata veteranëve të luftës antifashiste nacionale çlirimtare vendosi kurora lulesh në bustin e tij, i cili ndodhet në oborrin e rektoratit të Universitetit të Gjakovës, Fehmi Agani. Afrim Deva, antari kryesisë së Ovelanç, vlerësoi lart figurën e heroit Bajram Curi, duke theksuar kontributin e tij të jashtëzakonshëm për çështjen kombëtare. Bajram Curin e kemi mësuar si fëmijë në shkollën fillore, si plaku i maleve, ashtu dhe majmë në mandë, për ndryshe ky heroj kombëtar, të jetën e vetë, ja kushtoi luftës kundër pushtimit osman dhe pushtimeve të mëvonshme serbe edhe malazeze. Trashëgimi na kalon shumë vlera nga të cilat sot gjeneratat e reja mund të inspirohen, është tërmënia, sakrifica, është heroizmi, patriotizmi dhe atë dashuria, cilat i la amanet mas veti Bajram Curi si heroi i popullit shqiptar. Prandaj sot kemi ardhur vendosim një konor në shenjë nderimi dhe respekti për këtë heroj të madh.
Fjalët e Mimoza Krajës, mbesës së Bajramcurit, ishin të thella dhe prekëse. Ajo theksoi se gjithë Shqipëria kujton dhe nderon Bajramcurin për punën dhe luftën e tij të palodhur për lirinë e popullit shqiptar. Për aktivitetet e tia s'kam nevojë me fol, se kanë fol librat, kanë fol shkrimtarët, kanë fol këngëtarët, kanë fol shumë njerëz dhe din historinë, por unë ndihem krenare që jam mes atij. Jam shumë orgolioze, për arsye se ka punu shumë 50 vjet me pushkë në dorë për Kosovën, për Shqipërinë, derisa ka dhënë edhe jetën. Gjithë Shqipënia e kujton, ai ka punu shumë, ka luftu shumë dhe e ka dashur shumë popullin. Ka bërë gjithçka të mirë për popullin, që populli të jetë i lirë, që tokat të mos shpërdahen, të jenë të bashku me tokat shqiptare, që të hapen shkolla, që rinia të shkollohet dhe që njerëzit të jenë të lumtur. Me këtë rast, organizatorët i ndonë mirënjohje mbesës së Bajramcurit, Mimoza Kraja, për motivacionin që heroi i popullit Bajramcuri kishte për bashkëpunim të shkëlqyer dhe kontribut të jashtëzakonshëm në afirmimin e vlerave të luftës antifashiste nacional çlirimtare. Besimtarët musliman nesër festojnë festën e Fitër Bajramit. Arsim Morina, imam në xhaminë e Sefës në Gjakov, thotë se përgatitet janë bërë dhe namazi faljes së Bajramit fillon nga ora 6:59. Muaji i shenjtë i Ramazanit përfundon sot. Manifestimi i këtij muaji të agjërimit për 30 ditë festohet më pas me kremtimin e Fitër Bajramit. Arsim Morina, imam në xhaminë e Sefës, tha se manifestimi qendror për faljen e namazit të Fitër Bajramit do të mbahet në xhaminë e Hadumagës. Nesë është një ditë shumë e madhe, një ditë plot gëzim, plot hare, e të gjithë ne jemi duke pritur me padurim për shkak se e patëm një muaj plot angazhim, plot sakrificë. Nesër pothuajse tërë qyteti është i gëzuar, gjithë bota islame, andaj edhe xhamitë e qytetit tonë, duke filluar nga xhamia qendrore që është xhamia e Hadumit, edhe gjitha xhamitë tjera, jemi duke bërë përgatitjet më të mira që t'i ofrojmë kushtet sa më të mira gjithë atyre besimtarëve, gjithë atyre qytetarëve që vinë për ta kaluar ditën e madhe të Bajramit, ditën e gëzimit, që fillon me thirrjen e ezanit të sabat, që parafërsisht nga ora 5:40, që pastaj gjithë imamet, gjithë muezinë dhe gjithë stafi i xhamisë do të jenë të gatshëm për të pritur atë fluksin e madh të qytetarëve, që pastaj në ora 7 do të bëhet edhe falja e Fitër Bajramit. Imam Morina tha se përgatitjet tashmë janë drejt përfundimit dhe festa nesër të kremtohet sipas traditave islame. Festa Bajramit, shëqyr Zotit, është një festë aq sa është edhe fetare, po tashmë është edhe festë e traditave tonë të popullit tonë, që gjithmonë populli jonë ka ditë shumë bukur që ta festoj këtë festë. Në këtë ditë madhe, domethënë ne kemi pas shpesh sofrat tona që ka pas edhe harmonia fetare kur vëllezërit tanë krishterë kanë ardhur për ta festuar, edhe që sofrat tona mbushen me plot begatit Zotit xhaleshanu, me ato baklavat e këndshme, me ato xhellat e nënave tona me duart e arta që i përgatiti me plot mundi dhe me plot sakrificë. Ajo atmosfera e rrobave të bukura të fëmijëve që shfaqin gëzimin, shfaqin haren, shfaqin disponimin, po dhe gjithë ata qytetarët që dalin duke u haruar njëri tjetrit nëpër shtëpi, nëpër vende, gjithashtu duke qenë më solidar, më afër ndaj atyre njerëzve që kanë nevojë sot për ndihmën tonë. Në fund, imami Morina ju uron të gjithë besimtarëve festën e Fitër Bajramit. Në 2 muajt e parë të vitit 2025 në policinë e Gjakovës janë raportuar 25 raste të dhunës në familje. Major Milazim Lumi thotë se në këtë periudhë kohore për rastet raportuara janë arrestuar 27 persona, si të dyshuar për dhunë në familje. 25 raste të dhunës në familje janë raportuar në stacionin policor në Gjakovë vetëm gjatë muajve janar dhe shkurt të vitit 2025. Major Milazim Lumi thotë se për rastet e raportuara janë arrestuar 27 persona. Sa i përket raportimit domosdoshmë 2 muaj që shkuan do të janar shkurt të vitit 2024 dhe janar shkurt të vitit 2025, ka rastisë të kemi numrin e njëjtë të rasteve të raportuara dhe vitin e kaluar këtë periudhë kohore dhe këtë vit do të numri është i njëjtë, 25 vitin e kaluar dhe 25 raste i kemi
në këtë vit. Prej këtyre rasteve do të kemi të arrestuar me urdhër të prokurorit 27 persona, ndërsa prej viktimave të këtyre 25 rasteve kemi pasur femra 20 dhe meshkuj 6, ndërsa të dyshuar kemi pasur femra 4 dhe mashkuj 23. Major Lumi gjithashtu ka pohuar se rastet e raportuara asnjëherë nuk mbahen të izoluara, por gjithmonë trajtohen me prioritet nga zyrtarët policor të trajnuar për këto situata. Rastet e dhunës në familje, në komunën e Gjakovës, vërtet kemi raportime të rasteve, nuk mbahen të izoluara, rastet e dhunës familje nga stacioni policor Gjakov trajtohen me prioritet. Është njësia caktuar, fillimisht pavarësisht për paraqitjes së rasteve, mund më konë mesnatë apo në orë të hershme të mëngjesit, ekipet reaguese do të reagojnë dhe të veprojnë mirë, por rastin për trajtim me njëherë marrin hetos të cilët janë të trajnuar dhe janë profesional, së bashku me njësitë punoj me aktorë të tjerë në kuadër të institucioneve tjera që e hetojnë rastet e dhunës në familje. Brenda stacionit policor në Gjakov, të gjitha rastet intervistohen në ambiente të përshtatshme dhe në bashkëpunim me aktorë tjerë institucional, thot Major Lumi. Ne në stacionin policor kemi gjendjen e mirë, të njëjtit zyrtar policor ka me vite të cilët janë trajnuar dhe punojnë në të njëjtin sektor dhe edhe puna primare e tyre është vetëm trajtimi i rasteve të dhunës në familje. Rastet të cilat paraqiten në stacionin policor kur këta janë punë para dite dhe pas dite 7 ditë javës, me të paraqitur rastet i marrin për trajtim, për intervistim, duke bashkëpunuar me prokurorin e shtetit, qendrën për punë sociale dhe sipas nevojës do të kemi edhe logjistikën të rregulluar, kemi edhe dhomat mike në stacion dhe deri më tani në stacionin policor Gjakovës do të rastet trajtohen me një profesionalizëm të mirë. Ndërsa në rastet kur dhënuesi i dhunës në familje paraqet rrezik dhe për ndonjë vepër tjetër, me urdhër të prokurorit, basisës shtëpia konfiskohet dhe arma dhe nëse ka me leje, tha Major Lumi. Me marrjen e informatave, sidomos informatave nga viktima dhe informata tjera relevante që posedon Policia e Kosovës, do të me urdhër prokurorit bastiset shtëpia, mirën, konfiskohen armë, nëse vërtet do të kemi informacion që ka armë me leje apo që mund të posedojë edhe armë pa leje, gjithsesi do të sipas ligjit veprohet dhe për shkak që do të edhe kur e ka armën me leje për shkak të sigurisë, ajo me urdhër të prokurorit do të konfiskohet përkohësisht dhe pastaj vendoset nga organet kompetente gjyqësore. Policia e Kosovës vitin e kaluar kishte publikuar statistikat e fundit mbi dhunën në familje, të cilat tregojnë rritje shqetësuese të rasteve gjatë vitit 2024. Kur jemi te policia sjellim edhe një informat, në raportin 24 orësh të policisë në Gjakov bëhet e ditur se ka ndodhur disa incidente kriminale. Në rrugën Skënderbeu është raportuar për 2 dyshuar të panjohur, të cilët kanë sulmuar fizikisht duke therrur me thik viktimen mashkull kosovar, ndërsa në rrugën Beqir Kastrati në Gjakov është arrestuar i dyshuar i mashkull kosovar, pasi që i njëjti ka kanosur zyrtar policor gjatë detyrës. Raporti 24 orësh gjithashtu bën të ditur se njësia rajonale për hetimin e krimeve ekonomike dhe korrupsionit në Gjakov ka ndërmarrë veprime hetimore ku dyshohet se i dyshuar i mashkull kosovar zyrtar i qendrës rajonale për punësim ka kërkuar nga i dëmtuari rishfet në shumën prej 150 euro për rregullimin e dokumentacionit deri te vendimi për shtesat e lehonis për bashkëshorten e tij. Sonte pas mesnate kthehet ora verore ku akrepat shkojnë 60 minuta para duke shënuar zyrtarisht rivendosjen e orës diellore. Në orën 2 të mëngjesit të së dielës, akrepat zhvendosen 1 orë përpara në ora 3. Sot pas mesnate, pra gjatë natës mes së shtunës 29 mars dhe së dielës 30 mars, do të rikthehet ora verore. Në orën 2 të mëngjesit të së dielës 30 mars, akrepat e orës do të zhvendosen 1 orë përpara, si dhe nuk do të rikthehen deri në datën 26 tetor. Prej shumë vitesh, ndryshimi i orës bëhet për shkak të kursimit të energjisë, si dhe të shfrytëzimit të orëve me diell, nga se tash me ardhjen e pranverës, dita fillon të zgjatet ndjeshëm, që nga mesnata e sotme,
Qytetarëve do t'ju bie të flenë 1 orë më pak. Në të gjitha vendet ku praktikohet ora verore, qytetarëve do t'ju ndihmojë të arrijnë një balancë më të mirë me natyrën dhe një jetë më praktike me orë më të gjata me diell. Vjojmë me informacion nga sporti, volejbolistët e vllaznimit sonte luajnë kundër Prishtina Elit. Trajneri Blendi Xhikadria thotë se vajzat janë në formë të mirë dhe presin rezultate. Ndeshja fillon në ora 19:30 në palestrën e sporteve Shanin Uçi në Gjakov, ndërkaq televizioni Syri do ta bëjë transmetimin e drejtpërdrejtë të saj. Klubi i volejbolit për femra vllaznimi sonte nga ora 19:30 do të ballafaqohet me klubin e volejbolit Prishtina Elit. Për vllaznimin kjo është një ndeshje historike sepse me një pikë triumfon në Superligën B dhe kalon në Superligën A për femra. Blendi Xhikadria, trajneri i volejbolistëve kuqezi, thotë se sonte presim fitore. Nesër është loja fundit e klubit volejbolit vllaznimi tek seniorët në Superligën B, cila shpresojmë të kurrizu me titullin kampion i Kosovës në Superligën B. Kemi përballë një ekip si Prishtina Elit, një ekip me vendore shumë të mira dhe një ekip mjaft mirë, domethënë për si kundërshtar, por që besoj që kemi bërë të gjitha përgatitjet dhe jemi të gatshëm për me festu domethënë ditën e nesërme, po shpresoj që kemi avall. Ndeshja zhvillohet në palestrën e sportit Shanin Uçi, për çfarë trajneri Xhikadria pret edhe atmosferë nga tifozët. Ma në fund po shihen që Gjakova ka shumë talenta dhe që kompetencu disa edhe për televizionin e juaj edhe për krejt. Gjakova ka shumë talenta, por ka nevojë për përkrahje. Andaj nëse rritet më shumë përkrahje bizneseve, Gjakova ka mërpru shumë titull. Vllaznimet kanë mërpru shumë titull në Gjakova, kështu që jemi kënaqur. Ndërsa lojtarja vllaznimit Buna Haraçia tha se janë të përgatitur që të triumfojnë dhe të shpallën kampionen në Superligën B. Për neve nesër ka më qenë një ditë shumë e veçantë. Ka më konë një super organizim, jena të prit spektakel, jena të prit publik. Është një organizim që nuk e kena bo asnjëherë më përpara, domethënë për shkak që loja jonë është shumë e rëndësishme, është loja që cilën presim u kvalifikuar nivelin më të lartin që nga themelimi i klubit për femra. Vllaznimi me këtë fitore do të hynte në histori, kjo pasi për herë të parë do të mund të ngjitej në Superligën A për femra. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Dita e sotme është karakterizuar nga moti i vranët me temperaturat që kanë lëvizur nga 7 deri në 15 gradë Celsius. Për nesër, temperaturat do lëvizin nga 6 deri në 14 gradë Celsius, karakterizuar nga moti i vranët e merreshje shiu. Dita e hënë do të karakterizohet nga moti i ngjashëm me temperaturat që do të variojnë nga 7 deri në 13 gradë Celsius. Ditën e martë pritet të jetë moti vranët e merreshje shiu me temperaturat që do të lëvizin nga 8 deri në 12 gradë Celsius. Për të mërkurën parashihet moti ndryshueshëm me temperatura që do variojnë nga 7 e deri në 16 gradë Celsius. Mot me vranësira e me diell parashihet gjatë së entës, shoqëruar me temperatura nga 6 deri në 15 gradë Celsius. Për ditën e premtë parashihet moti i ngjashëm me temperatura që do të variojnë nga 7 deri në 17 gradë Celsius. Para se të ndajemi, të ndjekim edhe njerë titujt kryesor të këtij edicioni. Një përleshje ndodhur në Gjakov rezulton me lëndimin e disa personave. 2 prej tyre dërgohen për trajtim në qendrën klinike universitare të Kosovës. Në 100 vjetorin e lindjes së Bajram Curit, organizata veteranëve të luftës antifashiste nacional çlirimtare vendos kurora lulesh te busti i heroit. Besimtarët musliman nesër festojnë Fitr Bajramin, namazi i Bajramit falet në orat 6:59 minuta. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.